nga ana tjetër, me lejet e zakonshme e gjithçka tjetër, ky punonjës ka ardhur për të punuar dhe ka pak mundësi që ai të mungojë në vendin e tij të punës, sepse mund të rrezikojë edhe pjesën e vendit. Pra kjo është një dallim i cili në këtë rast i ka shtyr pra një tjetër dallim që i ka shtyr ose i ka detyruar bizneset për të marrë. Pastaj, po përveç kësaj rendimenti, se nëse thoni do të ndoshta nuk do t'i kërkojnë një respektim total të kushteve të punës apo të ditëve të pushimit. Atëherë, varet nga rendimenti që japin se. Po, por vetëm duhet jemi të saktë në këtë pikë. Pra kur themi në këtë rast nuk do thotë që biznesi ka marrë të punojë dhe shkel kodin e punës. Nuk po e themi këtë gjë. Po themi në nivel kërkese ndaj punës, këta individë në këtë rast kanë nivel kërkese më të ulët në krahasim me tregun shqiptar ose me punojësit shqiptar dhe ndaj punojësit shqiptar nuk e zgjedh më këtë kategori punësh dhe përpasoj ftohen ose importohen këta punonjës për të ardhur. Pra në këtë pjesë themi që kërkesat janë të ndryshme. E njëjta logjikë siç ka thënë edhe nëse në vitet e para kur qytetarët shqiptar kanë emigruar në vende të tjera dhe po t'i krahasoni me punonjësit e atyre vendeve, normalisht ata kanë punuar shumë më tepër, edhe për shkak të nevojës në këtë rast, sepse kodi i punës nuk e ndalon të punuarin pas orës pas tetorarshit të punës, por klasifikohet si punësuar ose si orar pune jashtë pune, pra kanë një pagesë ekstra, por nuk kurse i ndalon, nuk po them që ata përshfrytëzohen, pra nuk dua që të keq kuptohet ose kjo analizë, po do themi që kërkesat janë më të ulta në krahasim me punojësin vendas.